Shikues të Channel One, jemi takuar sërish në këtë hapësirë aktualitet. Do të jemi së bashku për rreth 30 minuta me zotin Alban Bala, konsulent biznesi, njohës i mirë i ekonomisë. Përshëndetje, kënaqësi. Mirëserdhje. Do të flasim për ekonominë. Në momentin që po flasim, shumë vendet e eurozonës janë ende në darën e krizës financiare. Në optikën tuaj, sa dhe si po ndikon kriza e eurozonës në Shqipëri? E bëjmë këtë pyetje, pasi disa thonë që nuk ka krizë dhe disa të tjerë thonë që kriza është evidente. Personalisht, unë mendoj se të pretendosh se nuk ka krizë në Shqipëri, është absurde, përsa kohë që gjithë bota është në darën e krizës. Unë thjesht do të thoja që ne nuk u përfshim në kuptimin tërësor të fjalës, pra në nivel strukturor dhe në nivel makrofinanciar, në krizë, në fazën e parë të saj, do të thoja që ne po vuajmë pasojat dytësore të krizës, fakti që ishim jashtë sistemeve të mëdha monetare dhe nuk ishim aq të ndërvarur drejt për drejti nga borxhet. Më lejoni t'ju kujtoj që përgjithsisht vendet të cilat më së shumti vuajtën pasojat direkte të krizës, kujtoj këtu Irlandën apo Spanjën, në tërësinë e tyre patën një rritje shumë të shpejtë të ekonomive respektive për shkak të borxheve të larta që ato morën. Ekspozimi i tyre ndaj borxheve i ktheu këto vende, le të themi, në shumë vulnerabël për sa i takon efekteve të krizës. Shqipëria në këtë pikpamje ka pasur një qasje të ndryshme, e para, dhe e dyta, ajo nuk ka ndërvarur as bankat e saj. Pra ne jemi, thash, në një nivel zhvillimi të tillë, i cili si nivel më i ulët nuk na lejoi të përfshihemi. Por kjo nuk do të thotë se nuk po vuajmë pas pasojat e krizës. Pra, le të themi pas goditjet e një tërmeti financiar. Ky tërmet financiar le të jemi shumë të kthjellët. Goditi në fillim nivelet e bankave të mëdha që ishin ekspozuar. Më pas këto borxhe, këto kosto u përthitën nga shtetet. Dhe përthithja e këtyre borxheve nga shtetet prodhoi në tërësi një efekt të dytë që ishin krizat e fondeve sovrane. Kriza e fondeve sovrane në tërësi e transmetoi, le të themi, krizën në nivelin politik dhe në një debat i cili mëtej u mor për shqyrtim nga vetë, po themi, strukturat ndërkombëtare financiare, që vendosën hap pas hapi të ndihmojnë shtetet caktuara për kapërcimin e këtyre situatave. Të rasti i fundit është Greqia. Kemi aktualisht një Spanjë teje të lëkundur, në recesion, siç u pohua jo më larg se dje. Kemi sigurisht një moment të rëndësishëm të krizës, sepse kriza tashmë është transferuar drejt atyre që janë themeleve nga kur i përtrihet ekonomia, tek ekonomia reale, tek ekonomia në terren e cila prodhon. Përpara se kjo ekonomi të ketë arritur të prodhojë mjaftueshmërisht teprica për t'i ritransferuar në nivelin virtual financiar, ne nuk do të kemi dot një rishëndoshje të pozitave apo një kapërcim real të krizës. Dhe për këtë arsye, unë mendoj që më shumti kriza e ndërmarrjeve do të jetë, pra drejt për drejt, e reflektuar në çmimet e komoditeteve, në çmimet e lëndëve të para. Sepse atje gara tani do të bëhet të jetë ashpër. Në mënyrë që eficienca ekonomike e truallit prodhues të gjitha ekonomive të rikthehet në nivele, po themi, të reja kompetitive dhe në të gjenerojë ato shanse rigjenerimi ekonomik tërësor. Ju më pyesni sa preket Shqipëria prej kësaj. Ju bëjmë dije që thelbësisht ne kemi një sektor dominant në ekonomi. Ky sektor është tregtia. Për këtë arsye unë do të thoja, nëse ne do të ishim mbërthyer nga kriza në një mënyrë të drejtë për drejtë dhe të jetë lehtësueshme, efektet e para do ishin makroekonomike. Ne këto pasoja makroekonomike nuk i kemi pasur. Dhe për sa kohë nuk i kemi pasur, nuk mund të matet pema përveç se nga frutat. Frutat e kësaj situate në tërësi nuk kanë qenë kaq të hidhura sa tentohet të qoftë instrumentalizohet politikisht në disa raste, qoftë edhe të përflitet në nivelin e një, po themi, gojdhane urbane. Pra jemi në një situatë ku kemi realisht një ekspozim tërësor të korporatave. Kemi një ekspozim të disa bankave, veçanërisht me departamentet e tyre që shërbejnë korporatat. Por nuk kemi një situatë dramatike, po themi tërësore të ekonomisë, kemi padyshim një problem të madh
në kuadrin e mbartjes së borxheve, pra palë që kanë mbartur borxhet tek njëri tjetri. Për arsye se nuk kemi ditur politikisht, ti përgjigjemi nevojës imediate kur na u ofrua krijimi i gjykatës administrative dhe ka qenë padyshim një prej pengesave më të mëdha që do ta zbusnin këtë pasojë krize, këtë pasgoditje. Por gjithsesi unë nuk mendoj se ne jemi në një situatë të pashpresë apo në një situatë prej ku ne duhet le të themi lemerishëm të fillojmë tani të bërtasim sos. Unë gjykoj që ne duhet jemi absolutisht shumë të vëmendshëm, ne duhet jemi shumë të kujdesshëm kur flasim sepse çka cënojmë. Cënojmë atë që është shansi real i daljes nga kriza. Shansi real i daljes nga kriza është optimizmi konsumator. Do thotë gatishmëria e blerësit për të mos ta ruajtur paranë, po për ta shpenzuar atë me të njëjtin ritëm siç ka bërë deri tani. Nëse ne do të ruajmë këtë lloj niveli të optimizmit konsumator, këtë moment pozitiv konsumator, pra rritja e shitjeve në themel, do thotë mbajtje e ritmeve të rritjes ekonomike. A do të vuajmë në ngadalësim të rritjes ekonomike? Është e padyshimtë. Edhe sikur ne të mos duam ta vuajmë këtë, janë kostot e paras që të reflektuara ndjeshëm nga kriza ndërkombëtare e cila na rrethon dhe veçanërisht kriza e eurozonës, do të reflektohet në sistemin ton kryesor, pra në atë që ne kemi sot sektorin parësor të ekonomisë, është tregtia. Për këtë arsye unë gjykoj që duhet jemi tejet të vëmendshëm kur flasim për ekonominë, aq më pak, domethënë na lejohet sot që të prodhojmë, të themi, panik në një mjedis i cili edhe kështu është mjaft le të themi stresuar nga lajme të papëlqyeshme ekonomike, nga mjedisi ndërkombëtar dhe jo vetëm. Unë gjykoj që në tërësi ekonomia shqiptare ka arritur të ruajë një ritëm të kënaqshëm zhvillimi. Unë gjykoj që ne kemi pasur një tërësi tiparesh kompetitive që na duhet të zhvillojmë më tej. Unë mendoj që thelbësisht nëse ne arrim me shpejtësi të diversifikojmë dhe të kthejmë syt, domethënë pa e humbur fokusin nga mënyra si po tërheqim investimet e huaja, të kthejmë syt edhe nga potencialet e investimeve të brendshme, duke pasur parasysh rritjen e kapaciteteve të sotme depozituese të bankave, për efekte që u lidhen me krizën e vendeve si Greqia dhe Italia, me rritjen e depozitave 14% vitin e kaluar apo me tendencën për të sjell parat në Shqipëri si një vend më i sigurt ekonomikisht. Të gjitha këto krijojnë shanse që ne të kemi investime të brendshme dhe ndoshta le të themi forcimi i shtratit të ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla do jenë rrugët prej nga ne do të gjenerojmë le të themi disa premisa pozitive për ruajtjen e një shpejtësie ekonomike relativisht pozitive, mundësisht të njëjtë dhe ndoshta le të themi edhe të aftë për të absorbuar pasojat e kësaj që kanë ndodhur deri tani. Në fakt folëm në disa pika ku realisht ka dhe ndikim dhe elemente negative të krizës përfshirë në disa vende europiane dhe që ka prekur realisht edhe Shqipërinë. Konkretisht, cilat janë pasojat sociale dhe politike në Shqipëri nga këta element negativ? Në një rajon kur shpesh dhe mbledhjet etnike ndoshta nuk janë harruar ende. Frika kryesore kam përshtypjen që është përcjellë në Shqipëri ka qenë rreziku që 600.000 emigrantë që jetojnë praktikisht 600 në Greqi të zhvendoseshin në Shqipëri dhe të shtoheshin një armatë njerëzish që mirë ose keq luftojnë për të jetuar brenda një suaze ekonomike relativisht të ngushtë. Po kjo lloj frike në një farë mënyrë ka mbinin që u të i kaluar. Çfarë rrezikesh të tjera? Ne kemi konsumuar shumë politik në lidhje me ekonominë. Rreziku kryesor që i vjen ekonomisë është keq përdorimi i saj për qëllime politike. Unë mendoj në këtë mes ne duhet të kemi, siç gjejmë aftësinë për të prodhuar konsensuse strategjike për çështje të rëndësisë veçantë siç është integrimi evropian. Duhet të gjejmë normalisht edhe aftësinë për të prodhuar konsensus mbi ato që janë pikat të pacënueshme të zhvillimit tonë ekonomik. Këto pikat pacënueshme çfarë janë? Ruajtja e kompetitivitetit. Në çfarë mënyrë do e ruajmë kompetitivitetin? Kjo mbetet për të diskutuar teknikisht dhe ndoshta stavet politike kanë pastaj le të themi atë ekspertizë të mjaftueshme për të gjykuar nëse një ndryshim apo një tjetër cënon apo deri në çmase cënon kompetitivitetin. Por ne nuk mund të themi që nuk na intereson më sepse varfëria e meradh, pra të shesim ajër të skuqur për konsum politik, duke qenë të bindur se po prodhojmë humbjen e aftësive kompetitive
konkurruese të këtij vendi në një mjedis rajonal shumë kompetitiv sot. Kur them shumë kompetitiv i referohem faktit që kjo pjesë, le të themi, e globit është sot shumë e rëndësishme në pikpamjen e sektorit të transporteve, është shumë e rëndësishme në gjenerimin e një set burimesh të para. Dhe në të njëjtën kohë, do të thënë, nëse ne shohim reduktimin e ndjeshëm të gatishmërisë për investimet huaja, nuk mund ta kemi luksin sot që të prodhojmë zhballancime në aftësinë tonë konkurruese. Ne kemi humbur një seri elementesh të konkurencialitetit tonë. Ne nuk mund të flasim dot sot për një aftësi shumë të lartë, edhe pse ne kemi një krah të lirë pune. Ky krah i lirë pune arriti të përthithte, më lejoni t'ju rikujtoj vitet 94, 96, dhe ne arritëm të përthithin përafërsisht 9.000 kompani italiane. Por çfarë ndodhi? Ato transferuan segmente horizontale pune në një sektor si fasoni, prodhuan punësi masiv, por a prodhuan ato të ardhura mjaftueshëm? Unë dyshoj për këtë. Unë dyshoj në efektivitetin e disa zgjidhjeve që teknikisht u mirëpritën. Në pikpamjen e investimit, në pikpamjen e volumit të investimit, këto zgjidhje kanë qenë pa plota, kanë qenë pa mjaftueshme dhe nuk kanë qenë adekuate. Pra në një farë mënyrë ne nuk arritëm të bëjmë upgrade. Nëse ne kishim një fason që prodhonte këpucë, ne nuk kemi sot një kompani shqiptare 100% e cila lëndën e parë, lëndët ndihmëse e merr tiket shqiptare. Ne ende sot nuk kemi një kompani e cila të prodhoj tanin për regjen e lkurve, edhe pse ne kemi edhe lkur dhe ne eksportojmë lkur. Po ne lëndët ndihmëse, qoftë edhe perin për qepje, e dini që ne nuk mund ta prodhojmë këtu. Ka pasur shqiptar sipërmarrës, të cilët janë gjetur në vështirësi të skajshme për të orientuar brenda tregut vendas dhe për të bërë atë që ka qenë proces i dizajnuar herët edhe nga partnerët tanë ndërkombëtar që na kanë konsultuar në këtë proces. Zëvendësimi i importeve mbetet ende sot një prerogativë e zhvillimit ekonomik. Ne nuk jemi dot në këtë nivel. Do thotë, ne jemi të ekspozuar ndaj, le të themi, luhatjes që mund të psojnë apo reformimit, do të thonë strukturor, që mund të kenë sot politikat monetare në lidhje me valutat e huaja me cilat ne sot operojmë. Ne vërtet kemi një ekonomi të dollarizuar ende, por në themel, do të thënë në përgjithësi, thash, ne jemi në të njëjtën kohë importues për të paktën 80% të produkteve që vijnë nga Bashkimi Evropian. Kjo do të thotë që sot ekonomia shqiptare llogaritet në euro. Dhe nëse ne konsumojmë qoftë remitancat, të cilat normal kanë rënë, apo të tjerat, atëherë çka do të thotë? Ne konsumojmë rritjen tonë ekonomike për të prodhuar kapacitete financiare që duhet suportojnë sektorin tonë kryesor. Tregtia e sektorit jonë kryesor. Ne kemi një problem shumë të madh me, le të themi, plogështinë e zhvillimit bujqësor, ku kemi ende një armat njerëzish që figuron se jeton dhe punon në fshat. Numrat e mëhershëm flisnin për 50.3% popullsisë. Llogaritjet e fundit të Instatit flasin për rreth 40 e diçka. Por në tërësi le të themi që bujqësia shqiptare nuk prodhon dot më shumë se 1/5 e prodhimit të brendshëm bruto. Dhe kjo do të thotë që ne kemi një pjesë të madhe të popullsisë tërësisht inaktive dhe ineficiente në rrafshin ekonomik. Pse? Sepse ata jetojnë mbi bazën e një aseti i cili është i pa le të themi regjistruar në pjesën më të madhe, është i pa përcaktuar në pikpamjen e destinacionit ekonomik. Pra do thotë nuk ende Ministria e Bujqësisë për shembull, nuk ka përcaktuar çfarë do të mbillet ku dhe pse. Kjo në fakt i lejon, e themi, shansin palëve që çmimin e tokës ta përcaktojnë mbi koncepte administrative dhe ex katedre. Dhe jo mbi bazën e një kërkese tregu që lidhet me një produkt të destinuar për atë vend. Në këtë pikpamje, unë mendoj që ne kemi ende shumë hapa për të bërë në disa drejtime sektoriale, përpara se të fillojmë të projektojmë, le të themi, prurjet e reja. Mbaj mend që në vitet 2005 u fol për turizmin dhe u fol me disa objektiva shumë të qarta. Këto objektiva u tejkaluan. Asnjëri nuk e priste që të mos ishin hotelet ato që rritën turizmin, pa aeroporti i Rinasit. Asnjëri nuk e priste që në një farë mënyrë të mos ishte për tërheqjen, po themi, të një potenciali të mirë turistik. Mos ishte efekti thjesht i klimës më të mirë apo i sistemit fiskal, por të ishte ndërhyrja në ujësisë kanalizime.
Le të jemi shumë qartë që investimi i bërë në disa rrafshe ka prodhuar befas efekte të jetë pozitive dhe impakt social të jashtëzakonshëm për potencimin e disa sektorëve. Këto lloj gjërash duhen studiuar në nivel strategjik, mendoj unë, dhe kjo lloj strategjie duhet të mbështetet në një konsensus. Rrugë tjetër për të kapërcyer ato lloj rreziqesh nuk ka. Zoti Bala, duhet të shqetësohemi për nivelin e borxhit publik. Në ç'nivel është ai dhe sipas jush apo merren masa për të minimizuar atë me qëllim që të mos arrijmë në pikën kritike? Unë dëgjova edhe zotin Bode nga Shtetet e Bashkuara pas një mbledhje të rëndësishme që FMN-ja dhe organizma tjerë ndërkombëtar, ministrat e shumë shteteve bën. Unë kam bindjen që Shqipëria është ekspozuar ndaj borxhit, një borxh i cili është rritur ndjeshëm për shkak të investimeve të rëndësishme publike të ndërmarra në këtë vend. Sigurisht kanë qenë këto lloj investime që kanë gjeneruar këtë rritje ekonomike e prodhuar nga sektori privat si përfitues i parë i këtyre investimeve publike. A është të rrezikuar Shqipëria? Unë nuk mendoj se ne kemi një borxh kaq dramatik saqë flasim, dhe unë mendoj që ne kemi një zhurmë me natyrë politike më tepër se sa kemi një realitet, do të thënë, konkret për të trajtuar. Ne mund të kemi çështje që lidhen me menaxhimin e borxhit për të parë. Po ne nuk është se kemi mesatarja e borxhit në shumë vende të botës, praktikisht sipas indeksit për këtë punë, është 57.1. Ne jemi tek 58, le të themi 58-59%, siç mendohet sot, paktën borxhi efektiv 58.7, siç deklaroi Bode. Dhe unë nuk mendoj se kjo diferencë në përqindje është kaq dramatike. Vizioni për zgjidhjen e kësaj çështje nuk mund, le të themi, të njolloset nga interesa afatshkurtra. Unë mendoj se qeveria duhet të krijojë mundësi për diversifikimin e borxhit, transferimin e tij në duar të tjera për segmente të këtij borxhi, në mënyrë të tillë që të rrisë potencialet për të absorbuar borxh të ri. Ky borxh i ri do të suportojë investime qëndrueshme publike dhe sigurisht do prodhojë impakt social, pra do të ruajë në një farë mënyrë shpejtësinë e rritjes ekonomike. Është shpejtësia e rritjes ekonomike që e bën vendin kompetitiv. Duke e bërë kompetitiv, na bën të aftë të përthithim investimet huaja. Nëse përthithim investimet huaja, kemi punësim, kemi objekte që prodhojnë, kemi ekonomi reale, do të thotë kemi aftësi për jo vetëm paguar borxhin, po për të rritur. Në këtë pikpamje unë mendoj se çdo qasje që adreson borxhin duke humbur nga fokusi këtë pjesë tjetër të pasojave pozitive që sjell absorbimi i mëtejshëm i borxhit, do të ishte i verbër, do të ishte, le të themi, jo efikas. Unë mendoj që ka zgjidhje, do të thënë, unë kam diskutuar edhe me nivele të tjera ekspertize teknika të zgjidhjes. Nuk mendoj se zyrtarëve shqiptar apo le të themi autoriteteve shqiptare u mungon vizioni për këtë çështje, unë mendoj se u mungon guximi për këtë çështje. Dhe jam nxitës i një qasje më guximtare në gjetjen e zgjidhjeve që do të adresonin nevojat e vendit për të pasur, le të themi, likuiditete apo për të pasur thelbësisht aftësi absorbuese të mëtejshme në lidhje me këtë çështje. Likuiditete do të thotë që qeveria në këtë mes, për shembull, siç u bë Eurobondi. Unë nuk mendoj se Eurobondi ishte zgjidhja më e mirë. Ishte një zgjidhje standarde. Ne po ecim mbi rrugë konvencionale për të mos rrezikuar. Për të mos rrezikuar dhe në një farë mënyrë, jo për të mos rrezikuar ekonomikisht, për të mos rrezikuar politikisht. Dhe ne ndoshta ka ardhur momenti që të kuptojmë se të lëvizësh konvencionalisht mund të jetë një mbrojtje edhe në raport me partnerët e huaj. Nuk është vetëm opozita që flet për borxhin, është FMN-ja që flet për borxhin, është Bashkimi Evropian që flet për borxhin, janë një numër partnerësh. Por në tërësi unë mendoj që askush nuk mund t'i thotë jo të mirës. Dhe në këtë mes zgjidhjet që qeveria mund të gjenerojë në këtë pikpamje, qofshin këto ad hoc apo qofshin këto forma të reja në pikpamjen e menaxhimit borxhit, unë besoj se do të përqafoheshin menjëherë edhe nga partnerët në momentin që qeveria tregon integritetin e nevojshëm për të mbështetur rritjen ekonomike më shumë se sa thjesht për të ruajtur formalisht një marrëdhënie të paqët në kornizën e menaxhimit mirë të borxhit. Në fakt ju referuat edhe debateve politike sa i përket dhe ekonomisë. Lideri socialist ka deklaruar se borxhi i sotëm është 100% i prodhimit të brendshëm bruto. Sipas tij, në 2005 borxhi publik është rritur me $3 milion. A mund të quajmë faliment ashtu siç e ka cilësuar Rama këtë strategji dhe këtë mënyrë? E para, në lidhje me këtë çështje unë më shumë vlerësoj të tjerë zëra brenda Partisë Socialiste, të cilët kanë qenë të arsyeshëm
dhe cilët kanë qenë në një linjë edhe me partnerë ndërkombëtar dhe jo shumë larg qëndrimit zyrtar të mbajtur nga ana autoriteteve shtetërore. Në këtë pikpamje më lejoni të them që edhe një herë të mbjellësh frikë si rrugë që prodhon vota është të vendosësh të ecësh me këmbët e tua drejt humnerës. Sepse në qoftë se vendi është në një situatë falimenti, nuk e kuptoj atëherë opozita pse do pushtetin. Unë nuk shkoj të blej një ndërmarrje të falimentuar. Asnjëri nuk shkon me duart e tij të marrë përsipër një gjë të falimentuar. Në këtë pikpamje, ju ma shpjegoni pak pse do atëherë opozita pushtetin, nëse vendi që nga një situatë e cila kontraktualisht mund të quhet e falimentuar. Due diligence i mjafton zotit Rama në këtë rast thotë unë dal nga politika sepse në këtë vend s'kam çfarë bëj më. Ky është i falimentuar. Nuk mendoj se qëndron qoftë edhe si arsyetim. Investimet në infrastrukturë vazhdojnë megjithse FMN na ka rekomanduar të jemi të kujdesshëm me shpenzimet në këtë sektor. A duhet të merren parasysh këto kërkesa? Unë mendoj që në një farë mënyrë në vizionin e kësaj qeverie dhe në përgjithësi në vizionin e sipërmarrjes shqiptare, tendenca për të zgjedhur investimet si rruga që i përgjigjet më mirë ruajtjes së rritjes ekonomike. Le të themi është përgjigja. Pra, teknikisht në qoftë se ne vendosim që në mënyrë sterile të shohim o boboku jemi me borxhin, ne jo vetëm që nuk do t'i përgjigjemi dot borxhit, po do të humbim aftësinë tonë edhe për ta paguar këtë lloj borxhi, sepse në këtë mes do të prodhojmë nga një anë tek konsumatori, tek publiku, frikën për çfarë po vjen, çka do thotë shitje më të ulta dhe shitje më të ulta do të thotë edhe aftësi më të ulta, do të thotë më pak taksa pagues, do të thotë më pak TVSH, do të thotë më pak shpenzim në treg, do të thotë thelbësisht më pak para në qarkullim, do të thotë humbje aftësisë për ta zgjidhur çështjen e borxhit. Dhe në gjithë kohë kjo do të prodhonte, le të themi, një frenim tërësor të ekonomisë, pra në tërësi do të prodhonte një ngërç. Pra atëherë do të shkonim drejt një rrethi vicioz negativ tërësor. Unë mendoj që ky lloj trendi është objektiv politik dhe si objektiv politik duhet adresuar sigurisht me gjithë kujdesin e nevojshëm në termat numerik financiar, por pa humbur në asnjë rast integritetin politik me cilin praktikisht autoritetet në këtë mes kanë të drejtën dhe të gjithë, le të themi, legjitimitetin për të lëvizur përpara. A është strategji e dur qeverisjes së privatizimi 100% i kompanive shtetërore në rastin konkret të Alpetrolit, por një frymë e mbështetur edhe politikisht? Po mbet shteti ndoshta dhe një pasuri në këtë formë? Mënyra se si është menaxhuar deri tani, le të themi, përgjithësi aseti publik dhe efikasiteti në rënje e këtyre ndërmarrjeve, më bind mua që në tërësi shitja e plot e aksioneve të atyre që janë sot ndërmarrjet shtetërore është zgjidhja. Kjo për një arsye. Në përgjithësi këto janë pak ndërmarrje që kanë mbetur, janë në sektorë të cilët janë premtues për zhvillim. Dhe në qoftë se shitjet bëhen në duart e duhura, vendi nuk fiton thjesht një prodhim më të mirë apo një shërbim më të mirë. Vendi fiton edhe një dëshmitar shumë të denjë, me cilin praktikisht në tregun ndërkombëtar ai fiton besueshmërinë e përthithjes së të tjerë investitorëve. Le të themi, Manas Petroleum mund mos ishte ndoshta shumë i rëndësishëm momentin që mori një koncesion në Shqipëri. Ishte një kompani e cila kishte disa punë të tjera, kishte një profil, kishte e meradh. Por në momentin që Manas Petroleum të sjell Shell-in në kompani, në Shqipëri, atëherë do të thotë që Shqipëria është në gjendje të dëshmoj seriozitetin e mjaftueshëm përballë të gjitha palëve që ajo meriton të ketë si partner kompanitë të këtij profili. Në këtë gjykim unë them se nëse ne privatizojmë atë që ka mbetur nga Alpetroli, bëjmë shumë mirë. Nëse ne privatizojmë atë që ka mbetur nga Insigu, bëjmë shumë mirë. Nëse ne lëvizim pra 100% të këtyre aseteve në duar private, në këtë stad bëjmë shumë mirë. A mund të ishte menduar kjo për disa sektor të tjerë apo ndërmarrje të tjera në sektor të tjerë? Ndoshta. A ka tagër shteti që në një farë mënyrë të riaktivizoj pronësi në këto ndërmarrje? Ndoshta. Në çfarë mënyrë? Të gjitha këto janë të vlerësueshme. Ka sektor, siç është sektori hidro për shembull, ku shteti mund të ketë të gjithë interesin e mjaftueshëm që jo thjesht të kërkojë para kundrejt privatizimit, por të gjejë një formë e cila i jep atij pronësinë për
pronësinë mbi fitimin që do të realizojë investimi privat. Dhe në këtë mes, unë nuk përjashtoj këtë përbashkim interesash. Unë mendoj se ne jemi sot në fazën kur duhet të fokusohemi shumë më mirë drejt partneriteteve publiko-private, dhe madje unë mendoj se në këtë mes shteti ka për detyrë të jap tagër më të zgjeruar pushtetit vendor, mbasi ja ka njoftë atij një set pronash që të përfshihet drejt për drejt në zhvillimin sektorial specifik të ofertave që do të marrë për partneritete publiko-private të reja që pritet krijohen dhe që burimin e lëndëve të para apo këtë lloj aseti e kanë atje. Le të themi pranë rajoneve që mund të jenë sot më pak të zhvilluara. Kjo është edhe forma me cilën unë mendoj se vendi në tërësi do arrinte të rikthente në normë zhvillimin rajonal të balancuar. Një prej kërkesave më të, le të themi, më themelore që do të garantonin një demografi të re të vendit, çka do thotë një njeri nuk ka pse jeton në Kasollën në Tiranë, thjesht prej faktit se beson se në Tiranë ka punë. Një njeri mund të jetojë denjësisht në shtëpinë që ka braktisur në qytetin e tij të lindjes dhe ta gjej punën atje, prej momenti që atje ka investitorët, atje jetohet. Po ashtu un kam bindjen që ne kemi një seri, le të themi, asetesh, të cilat duhet në çdo lloj mënyre ti riaktivizojmë në një koncept të ri. Çka do thotë, ne kemi pyje, ne kemi produkt pyjor, ne kemi një mal, le të themi, prodhimesh natyrore ku vërtet mundemi ndoshta të themi prodhojmë ato efekte sociale të mjaftueshme. Po për këtë, më së pari, do duhet hapësirë veprimi. Dhe kjo hapësirë veprimi, pra qoftë delegimit, qoftë edhe e ripërfshirjes. Për sa i takon asetit konkret që ju po flisni nëse keni fjalën për petrolin, atëherë unë mendoj që tërësisht shteti do të ishte i lumtur që t'jap 100%. Bankat po rrudhin kreditimin, në gjykimin tuaj, a nuk riskon kjo ritmet e ecjes ekonomike, sidomos biznesit? Bankat po rrudhin kreditimin, qëndron dhe s'qëndron, unë mendoj që në një farë mënyrë bankat sot nuk kanë më arsye të vazhdojnë të ekspozohen ndaj, le të themi, një magazine me pronat paluajtshme që nesër duhet t'i nxjerrin në një treg ku ata që mund t'i blejnë janë gjithnjë më pak. Në këtë pikpamje bankat nuk kanë shumë arsye të luajnë kundër vetes tyre. Okej, e para. E dyta, në themel, ekspozimi thash kryesor në Shqipëri, nëse flasim për efektet e krizës në Shqipëri, ka është ekspozimi i ndërmarrjeve i kompanive të mëdha dhe i kompanive të mesme. Më shumë më tepër, pra, përmasa e kompanive në një farë mënyrë përcakton dhe përmasën e ekspozimit që ato kanë vuajtur. Kështu në këtë pikpamje unë nuk mendoj se bankat po bëjnë diçka që është herezi apo që është e paimagjinueshme. Kompanitë nuk presin që bankat financojnë më shumë se kaq. Kemi edhe për këtë të qartë. Dhe në tërësi unë mendoj që ndoshta ne duhet të japim shans bankave që të fillojnë një cikël të ri veprimi. Çka do thotë? Të forcojnë project financing si koncept, të kenë të drejtë që të kenë pronësi jo vetëm mbi paratë e tyre, pra që në një farë mënyrë të futen si partner investitor. Pra bankat e financimit në këtë mes, deri në sot që flasim në Shqipëri, janë ose banka shumë palçe të huaja, banka e detit zi, apo pra banka të këtij modeli, të cilat në çdo rast nuk mundet të jenë aq pranë shanseve të zhvillimit që ka një vend. Mirë ose keq ato do të operojnë me bankat lokale të nivelit 2, duke rritur me të paktën 2.1, 2.2% koston e kredive që japin. Çka i bën edhe këto kredi jo fort interesante më. Dhe në të njëjtën kohë, shansi i tyre për të marrë equity në këto investime duhet të përndiqet me aftësinë e kompanive shqiptare për të pasur equity. Dhe këto kompani shqiptare nuk e kanë këtë equity. Ky është problemi për projektet ad hoc, projektet e reja që duhet fillojnë, projektet ex novo që duhet fillojnë. Në këtë pikpamje unë nuk mendoj se bankat janë duke bërë diçka të papritur, dhe pozitat e tyre, le të themi, në tregun e ndërmarrjeve duhet ndoshta të rishihen. Ulja e barës fiskale në sektorin e turizmit, sa shanse do të japë qeverisë shqiptare për të dhënë frymëmarrje zhvillimit të sektorit të turizmit në vijimsi? Unë mendoj se ndoshta këtu jam pak, le të themi, i ndryshëm nga shumica atyre që besojnë se, le të themi, bara fiskale ndikon apo jo. Unë nuk mendoj se ka ndikuar. Madje unë mendoj se në tërësi në lidhje me ofertën turistike, liberalizimi i kuadrit ligjor që lejon fillimin e ofrimit në treg të shërbimeve turistike, ka prodhuar dëmtim të ofertës turistike. Pra ne kemi sot mjaftueshmërisht kapacitete për të përgjigjur këtij fluksi që kemi,
por ne nuk kemi dot ende një ofertë shumë të besueshme turistike. Dhe ne rrezikojmë që të fillojmë ta zbehim aftësinë tonë për të tërhequr turistë sepse kemi zhgënjur një palë. Mund të kemi zhgënjur një palë vizitor. Në marketingun e turizmit, mirë ose keq ekziston ligji, nëse një njeri është i kënaqur, ja thot këtë një tjetri, nëse një njeri është i pakënaqur, ja thot këtë 11 të tjerëve. Kjo do të thotë që në princip duhet jemi shumë të kujdesshëm me cilësinë e ofertës turistike që ofrojmë. Dhe ne kemi sot një realitet i cili sado që është atraktiv në pikpamjen natyrore, në pikpamjen e shërbimit dhe në pikpamjen e strukturave është ende i diskutueshëm. Duhet jemi shumë të kujdesshëm për këtë punë. Në qoftë se le të themi ngritja e një pra ristrukturimi fiskal në raport me turizmin do të reflektojë mirëfillit cilësinë e ofertës, unë jam shumë dakord që në këtë pikpamje kjo mund të jetë ndihmëse dhe jo frenuese. Në qoftë se ne do të shkojmë thjesht me një le të themi rëndim prej faktit që pritet të ketë më shumë hyrje, sektori do të ketë rritje dhe rritja e sektorit mirë ose keq duhet të prodhojë më shumë para për shtetin, për këtë sigurisht jam krejt kundër. Të falenderoj që kënaqësi që ndave këtë së bashku. Faleminderit juve.